Në kulmin e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Danimarkës, presidenti amerikan Donald Trump dërgoi zëvendësin e tij në një bazë hapësinore amerikane në Grönland. J.D. Vance në vizitën në bazën hapësinore u shpreh se SBA nderon sakrificat e ushtarëve danez që luftuan me SBA-t në luftën kundër terrorit 20 vjet më parë. J.D. Vance e filloi fjalimin e tij duke falendëruar trupat e mbledhur që i bën, siç tha ai, një pritje të ngrohtë në një vend shumë të ftohtë. Duke u drejtuar trupave amerikanë, presidenti J.D. Vance tha se ne respektojmë vetëvendosjen e grënlandezëve. Ai shtoi se kishte sjellë një mesazh nga presidenti Trump, për të cilin thotë se është mirënjohës për shërbimin e tyre dhe krenar për ta. Zëvendës presidentin nga ana tjetër kritikoi Danimarkën duke thënë se zona përreth bazës hapësinore Pitufik është më pak e sigurt se sa ishte 30 deri në 40 vjet më parë. Sipas zëvendës presidentit amerikan, partneritetet e rëndësishme të sigurisë nga e kaluara nuk do të thotë se ata nuk mund të kenë biseda të vështira me partnerët në të tashmen. Mesazhi ynë për Danimarkën është i thjeshtë: ju nuk keni bërë një punë të mirë për popullin e Grënlandës. Kjo është arsyeja pse politika e Trump është ajo që është, tha J.D. Vance.